Presidenti Volodymyr Zelensky ka reaguar pas vendimit të Trump për të pezulluar ndihmën ushtarake për Ukrainën. Ai shkrua në rrjetin X se takimi me Donald Trump javën e kaluar ishte katastrofik edhe nuk shkoi ashtu siç duhej. Ashtu sipas tij është për të ardhur keq që ndodhi në këtë mënyrë. Disa ditë pas takimit të paqëndrueshëm në zyrën ovale, presidenti amerikan urdhëroi një pauzë në mbështetjen ushtarake për Ukrainën. Në një postim të gjatë në X, presidenti i Ukrainës shkruan se do të donte të përsëriste angazhimin e Ukrainës për paqen dhe tha se Kievi është gati të vijë në tryezën e bisedimeve sa më shpejt jetë e mundur. Ai theksoi se vendi ishte gati të nënshkruante një marrëveshje mbi mineralet dhe sigurinë me SBA-t në çdo kohë. Ne e shohim këtë marrëveshje si një hap drejt një sigurie më të madhe dhe garancive të qëndrueshme të sigurisë dhe shpresojmë të vërtet se do të funksionojë në mënyrë efektive, shtoi ai. Zelensky theksoi gjithashtu se sa mirënjohës ishin ai dhe ukrainasit për ndihmën e SBA-ve. Gjatë takimit ku Trump dhe zëvendës presidenti i tij JD Vance sulmuan Zelenskyn për atë që ata e perceptuan si mirënjohje të pamjaftueshme për ndihmën ushtarake të SBA-ve dhe ndihmën tjetër. Ai tha: "Ne vërtet vlerësojmë se sa shumë ka bërë Amerika për të ndihmuar Ukrainën të ruajë sovranitetin dhe pavarësinë e saj. Dhe ne kujtojmë momentin kur gjërat ndryshuan kur presidenti Trump i dha Ukrainës javelins. Ne jemi mirënjohës për këtë", thot ndër të tjera Zelensky, teksa sjell në vëmendje ndihmat e SBA-ve ndaj Ukrainës të shtrira në kohë.